Plot 440 milion euro janë derdhur në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Shqipëri vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025. Të ardhurat nga kontributet kanë arritur në 43.9 miliard lek, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, duke shënuar kështu një rritje prej 11.9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në krahasim me planifikimin fillestar janë mbledhur rreth 13 milion euro më shumë, ndërsa shifra totale përbën një rekord të dekadës së fundit me një rritje mbi 60% ndaj vitit 2015. Nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024, vjet një kapërcim i lartë të ardhurave me rreth 4.7 miliard lek apo 47 milion euro. Burimet zyrtare u atributojnë këtë performancë faktorëve përfshi rritjen e pagave në sektorin publik dhe privat, luftën ndaj nëndeklarimit të pagave përmes reformës anti-informalitet dhe shtimit të bizneseve të reja në vend. Por teksa qeveria përgatiti një reformë të re të mbrojtjes sociale me ndihmën e Bankës Botërore, mbetet e paqartë nëse ky ritëm është i qëndrueshëm. Rritja e të ardhurave nuk është domosdoshmërisht treguesi një përmirësimi strukturor. Paga më të larta përkthehen në më shumë kontribute, por mund të sillin edhe kosto më të larta për sektorin publik në mungesën e një produktiviteti real. Ndërkohë informaliteti në tregun e punës vijon të mbetet një plagë e vjetër e ekonomisë shqiptare. Fushatat kundër nëndeklarimeve kanë prodhuar rezultate të matshme, por nuk kanë ende të dhëna të plota mbi efektet afatgjata. Rreziku që një pjesë e bizneseve të vogla të mbyllen për shkak të rritjes së barrës fiskale nuk është i papërfillshëm. Paga minimale mujore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore mbetet në nivelin e 11.000 lekëve për individ, një shumë që në kushtet e inflacionit dhe të rritjes së kostos së jetesës vështirë se mjafton për të garantuar një mbulim të denjë social. Në këtë sfond, reforma e re që do të përgatitet do të duhet të trajtojë çështje të ndjeshme si raporti mes kontributeve dhe përfitimeve dhe mbështetja për shtresat vulnerabël. Skema e pensioneve ka gjithashtu nevojë për një bazë të gjerë kontributesh për të qenë e qëndrueshme, por Shqipëria po përballet me një tkurrje të fuqisë punëtore për shkak të emigracionit dhe plakjes së popullsisë. Administrata tatimore duket se ka përmirësuar mbledhjen e kontributeve, por mbetet për t'u parë nëse ky trend është i përkohshëm apo shenjë një ndryshimi të qëndrueshëm. Ndërsa raportimet zyrtare flasin për një vit që ka nisur mbar në buxhetin e ISSH-s, qytetarët që përballen çdo muaj me pensione modeste dhe mbështetje të kufizuar sociale kanë arsye të kërkojnë më shumë se sa statistikat pozitive, transparencë, drejtësi sociale dhe reforma reale.